Gjatë 24 orëve të fundit, strukturat e drejtorisë vendore të policisë Lezhë kanë ndërmarrë një sër veprimesh, duke goditur raste të ndryshme të paligjshmërisë dhe duke referuar disa çështje në prokurori. Specialistët për hetimin e trafiqeve kanë referuar materiale në prokurori, ku ka nisur procedimi në gjendje të lirë për shtetasit, që 62 vjeç banues në Tiranë dhe në mod 42 vjeç banues në Mamurras. Ata dyshohet se kanë trafikuar një motomjet në Shqipëri, i cili është sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë, shërbimet e komisariatit të policisë Lezhë arrestuan në flagrancë shtetasin AL 24 vjeç, i cili dyshohet se për motive të dobta ka goditur me sende të forta ish të dashurën e tij. E dëmtuara ka marrë ndihmë mjekësore dhe më pas është larguar në banesë. Po në këtë struktura u referuan materiale në prokurori për shtetasin AM 42 vjeç banues në Lezhë, i cili dyshohet se nuk ka kryer pagesën për një automjet të marrë me qera. Gjithashtu, policia ka nisur veprimet hetimore për një rast të dëmtimit të një varri, pas kallëzimit të një 65 vjeçari, i cili konstatoi dëmtimin e varrit të nipit të tij. Në Mirdit, shërbimet e policisë arrestuan në flagrancë shtetasin FN 21 vjeç banues në fshatin Qafmoll, pasi u gjet një përforcues grushti i sekuestruar si provë materiale, ndërsa në Kurbin u referuan materiale në prokurori për shtetasit MD 34 vjeç dhe AD 44 vjeç, të cilët dyshohet se kanë vendosur pa leje një kiosk në një pronë publike dhe kanë kanosur një shtetas që kishte kundërshtuar këtë veprim. Po ashtu, nisi procedimi në gjendje të lirë edhe për shtetasin PSH 30 vjeç, i cili dyshohet se ka goditur me grusht një 42 vjeçar për motive të dobta. Nga ana tjetër, shërbimet e njësisë së sigurisë rrugore arrestuan në flagrancë shtetasin ISH 42 vjeç banues në Kosovë, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Të gjitha materialet proceduriale janë referuar prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme.